E Diona janë të gjithë demokratë dhe pa diskutim, nëse të gjithë këto vijat kuqe që unë përmenda bien, pa diskutim që demokratët duhet dy vijat bashkohen. kuqe janë, Rama dhe Berisha. Pa diskutim që po. Pa diskutim që po. Po tjetër. Nëse këto bien, njëri ra. Tani nëse këto të dy bien, atëherë pa diskutim që e djathta bashkohet dhe e majta pa diskutim që ka nevojë të rinovohet, se ka brenda saj njerëz me precedent, ka brenda saj njerëz që kanë marrë votat nëpërmjet bashkëpunimit me trafikantët, për shembull siç ishte rasti i Jurgis Çyrbes. Pra janë disa çështje të cilat duhet të ç'bëhen dhe kjo është e gjithë betejë dhe nuk është betejë e thjeshtë, Diona. Dhe nuk presim ne që dikush na nuk presim lavdrime, pa diskutim që do të ketë sulme, pa diskutim që do të ketë goditje, siç ka patur sot e 4 vjet, dhe siç do të ketë deri në fund të këtij procesi elektoral, të fushatës elektorale. Kjo as nuk diskutohet. Fakti që kemi 34-35 vite në tranzicion nuk është e rastësishme, Diona. Ky tranzicion është i gjithi i stisur që këto figura që përmendëm më lart të jenë komod, të ndërtojnë secila kështjellat e tyre dhe të jetojnë brenda këtyre kështjellave të fortifikuara nga njerëz të cilët i mbrojnë, i mbështesin, po nëse këto kështjella nuk bien, ky vend nuk bëhet. Ediona. Dhe kjo është ti bëre mirë që e përmendë si vit kuqe Edi Ramën, sepse ka shumë që flasin këto kohë që pas 11 majit Basha mund bashkëqeverisë me Ramën. Po Rama së pari duhet bëhet gati për të hetuar për çështjen me Gonegal. Dhe kështu që Rama nuk mundet të jetë fare në listë për të bashkëpunuar në asnjë lloj varianti. Rama duhet bëhet gati për të hetuar për çështjen me Gonegal, ka të bashkëpunosh dhe të kompromentosh një agent e FBI-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i bie të cënosh sigurinë dhe besimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me Gonegal e mori përgjigjen e tij dhe pa diskutim ardhja e presidentit Trump na bën dhe më të qartë dhe më të sigurt që kjo çështje do shkojë deri në fund. Kështu që fakti që Rama ka të gjithë, nuk e thot kot Basha atë 77-313, ajo është një nga shprehjet e tij që kanë ngjitur më shumë, Diona, sepse të kesh të gjithë kolegët, bashkëpunëtorët në burg, pjesë më të rëndësishme, domethënë ministra të rëndësishëm, ish zëvendës kryeministra, dhe ti vetë jesh kaq i qetë, dhe të kesh emrin në një çështje kaq delikate që është hetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç ishte rasti me Gonegal, dhe ti jesh aq i qetë, nuk është aq i qetë Rama. Dhe nuk bëhet fjalë për bashkëpunim me Edi Ramën, sepse Edi Ramës do të nis hetim pikërisht për çështjen me Gonegal, pastaj pa diskutim si bashkëpunëtor i inceneratorëve, bashkëpunëtor i çështjeve të tjera për cilat është brenda Erion Veliaj, është Narrati, Arben Ahmetaj, është Jurgis Çyrbja, është Beqja, Ilir Beqja. Të gjithë këta nuk kanë firmosur vetë dhe nuk kanë bërë asgjë me kokën e tyre. Gjithë këta ti punon në një podcast tëndin pa diskutim që ke lirin tënde si eksperte, po ky podcast ka një shef, ka një editor shef, ka një pronar, dhe ti nuk mund të bësh gjithçka pa e ditur ai pronar që është i këtij portali. Kështu që Edi Rama duhet domethënë kushdo që e mendon në mënyrë jo të sinqertë dhe e hedh si shashk për të trazuar situatën, po kjo nuk është zgjidhje. Shashka duhet marrin fund. Bashkëpunimi me Edi Ramën nuk mund të ketë sepse Edi Rama është vetë për të hetuar. Jo, ndoshta janë shumë, domethënë, skeptik mund ta kenë menduar këtë gjën, sidomos edhe pas strategjisë së fundit të aplikuar nga Basha dhe Rama me hidhepritet e tyre në retorika të përditshme virtualisht. Dhe ka nga ata që mendojnë që Rama po ja bën këtë nder Lulzim Bashës për ta kthyer sërish si protagonist në sken, etj. Ky nuk është nder. Pra si një marrëveshje mes tyre, po themi. Tani, ti kujtosh dikujt çdo ditë pikën e vet dobët, nuk është i bësh si nisi kjo, nisi natyrshëm kjo. Kjo Ediona nisi Lulzim Basha erdhi të bënte një vizitë në Degën 1 për të prezantuar, jo vizitë, erdhi për të prezantuar kandidatin që isha unë në Degën 1 të Ali Demi në Tiranë. Dhe Edi Rama para dite kishte pyetur ku është Lulzim Basha. Dhe në atë moment erdhi, pasi bëri takim dhe po priti kthej një përgjigje tha Edi Ramës se na ka thënë tha ku është Lulzim Basha. Lulzim Basha gjithë ditën në terren, kishte qenë në Shkodër, takime etj me radhë dhe nisi si e tillë. Domethënë nisi krejt rastësisht. Pastaj nuk është qok dhe nuk është i bësh mirë askujt në momentin që i thua i përmend çdo ditë pikën më dobët. Bashkëpunëtorët në burg. Domethënë ti përmendesh bashkëpunëtorët në burg, është si ti thuash i edhe ti pjesë e këtij e gjithë kësaj gjë, si edhe ti në radh për të shkuar atje te shokët. Kështu që nuk është aq e thjeshtë dhe Edi Rama
Bashën e shikon, domethënë unë shikoj Berishën, të cilën e ka si diçka më të thjeshtë, sepse e di që bashkëpunëtorët e Berishës janë disa prej tyre dhe bashkëpunëtorët e njerëzve të vetët. Kështu që i ka lidhjet me Berishën. Kurse Bashës, deri tani besoj nuk i ka gjetur asnjë bashkëpunëtor, që nga unë dhe deri ke gjithë ne që jemi në atë grup. Të ka përmendur, të ka nominuar personalisht kryeministri Rama. Si një nga besnikët e pakët e ka nënkuptuar ai me ironi që i ka mbetur tashmë Lulzim Bashës. Tek ai takim kam përshtypjen që ka nisur kjo gjëja. Kjo nuk është një çështje për të fshehur. Jo, absolutisht. Tani vim tek fushata, megjithëse në fushat jemi. Në terren, ju si e keni përqendruar, po themi, planin tuaj të punës? Ediona, kjo është një fushat shumë jo e çuditshme, se unë këto e kam provuar edhe në 2021, se në 2021 isha e 15 në listë. Dhe normalisht, pavarësisht faktit që nuk duhet bënin vota personale, duhet bënin vota për partinë, sigurisht që kishte edhe takime derë më derë, që kishte edhe një betejë për vota personale. Pavarësisht se si ishte një pjesë e mirë e jona, jo unë shumë, por një pjesë e mirë e jona, ata të cilët tjetër bëjnë dhe tjetër thonë, luftuan për vota personale dhe ishte edhe atëherë një betejë. Po këtë herë është një fushat, sepse ne jemi të gjithë në listat hapura, ne kemi djegur listën e mbyllur dhe jemi të gjithë për vota personale. Pra do dalë ai i cili merr më shumë vota. Dita nis unë zyrën time elektorale kam hapur të njësia 1, që është Alidemi, rruga Alidemi, dhe takimet janë shtrirë nga Rogozhina, Kavaja, Kamza, Vora, Paskuqani dhe të gjitha lagjet e Tiranës. Domethënë kjo është të bësh takime, të prezantosh programin, të bësh takime me grupe të ndryshme, me pensionistë, me të rinj, me student, me shtresën e mesme që janë kolegët e mi, pedagogë, të cilët pa diskutim kanë pak kënaqësitë e veta dhe duan shprehin hapur që në këtë vend nuk rrihet dhe janë pikërisht ajo shtresa e mesme që themi në pjesa gri që duhet ta motivojmë nëpërmjet duke ofruar një program të mirë që faktikisht është duke nxitur meritokracinë, duke nxitur për atë programin pikat tona të programit, të cilat janë mirëqenia e familjes dhe mbështetja për çiftet e reja, 20.000 euro çdo bebe, qeshën atëherë thamë ç'është kjo, bebe tret, 20.000 euro. Këtë standard kanë vendet e zhvilluara në Europë. Këtë standard ofrojnë dhe ky është një program që është mbështetur nga CDU-ja gjermane dhe është mbështetur fort, sepse është një program që ka një qasje dhe është më afër vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Po, saj në nisjen zyrtare të fushatës, një deputet të CDU-s. Po, është zoti Falenski, i cili dha mbështetjen e tij për vetë zotin Basha dhe për koalicionin Euroatlantik, edhe për programin tonë. Ne kemi qenë në Bundestag, ku kemi takuar dhe zotin Kriqbaum. Kemi qenë në Bundestag ku kemi bërë takime dhe pa diskutim kemi patur mbështetje ndaj nesh dhe ndaj programit që ne kemi prezantuar në 1 qershorin e kaluar të 2024-s. Kur prezantoni programin tuaj në terren me elektoratin, këta të fundit, çfarë problematikash kryesore ju rrëfejnë, ndajnë me ju ankohen? Diona, për shembull, kemi patur raste të takojmë biznesin e vogël. Biznesi i vogël i cili gjatë një dite mund të hyjnë dalin disa tatimor, taksa. Duke ofruar një taks 9%, taksa e shesht 9%, është një mundësi më shumë për biznesin e vogël. Duke ofruar një taks zero për ata të cilët kanë 14 milion lekë të reja në vit të ardhura, të biznesit vogël, është një mbështetje më shumë për biznesin e vogël. Duke ofruar një mundësi për studentët që të shkollohen, për shembull, kemi patur takime me studentët, mungesa e meritokracisë. Unë vetë jam pedagoge dhe më thonë Diona, mbarojnë fakultetet dhe thonë profesoresh ne do hikim. Nuk mund të qëndrojmë më këtu, sepse trokasim në përdyert e dikastereve, administratës dhe nuk na hap njëri derën, edhe pse jemi ekselent, edhe pse jemi me gjuhë huaja, kemi të trajnuar etj me radhë. Duke ofruar një stazh pune për një vit të paguar, i cili shërben dhe si eksperiencë për CV-n e studentëve, duke nxitur meritokracinë, duke nxitur subvencione për 30.000 çifte të cilët kanë mundësi të marrin kredi për të blerë apartamentin e tyre, duke dhënë 2.000 euro për beben e parë dhe dytë dhe 20.000 euro për beben e tretë, duke mundësuar dhe duke ulur taksat për biznesin për taksën e shesht 9%. Të gjitha këto gjenerojnë të ardhura dhe të gjitha këto i japin frymarrje bizneseve, i japin mundësi shtresës mesme dhe i japin mundësi të rinjve të kenë më shumë shpresë të qëndrojnë në vendin e tyre, sepse duke patur taksat larta, duke patur paga shumë të ulta, për shumë rritja e pagave, këtu vërtet thonë që është rritur paga, po paga realisht nuk ka paga të rritura, sepse është thjesht indeksim, dhe indeksimi nuk ka lidhje me rritjen reale të pagave.
dhe duke ofruar rritje pagash, rritje pensionesh, kur i thua një pension mbi 200 euro dhe duke dhënë bonuse të vazhdueshme për gjithë ata që e kanë 200 euro dhe ata që e kanë më sipër se 200 euro sigurisht ka bonuse në varësi të pensionit që marrin. Pra gjitha kjo është një mundësi, ose shëndetësia. Ne kemi Edi Ramën, i cili premtoi shëndetësi falas, po sot ne mund të radhitemi ndër vendet në Europë dhe në Ballkan, të cilat kanë një pagesë më të lartë ku shqiptarët paguajnë nga xhepi mbi 60% të shpenzimeve për medikamentet dhe sistemin shëndetësor. Ne paguajmë taksa, ne paguajmë sistemin shëndetësor. Dhe pse nuk na përkthehet kjo në shërbim? Sepse nuk janë të gjitha medikamentet dhe ato të shtrenjta të cilat pensionistët duhet i blejnë në listën e barnave të rimbursueshme, nuk janë medikamente të miratuara nga FDA dhe EMA. Destinacioni është i paditur dhe siguria e medikamenteve në listën e barnave të rimbursueshme mbetet lë për dëshiruar. Të gjitha këto janë një rregullator i mirë, të cilat janë të vendosura në programin e Partisë Koalicionit Euroatlantik. Kështu që duke bërë të gjitha këto, i jep një mundësi të zgjedhin. Dhe gjëja tjetër, në 2017 kishim çdo herë, sigurisht kemi patur program të mirë. Dhe në 2017 kur dila dhe prezantoja programin e Diona, më thonin, po pse me ato do e prezantosh të programin tim, janë rregull se je figurë e re, e pa konsumuar. Po dilja me ca drejtorë, të cilët kishin 30 vite që mbanin karrige drejtoresh, zëvendësministresh, etj me radhë kishin abuzuar me karriget e tyre, dhe të shkojë të prezantoja programin me ata. Ishte absurde, ishte diçka që nuk shkonte. Dhe sot, duke patur një program të mirë, duke patur dhe figura me integritet, profesionist, njerëz, mjek, arkitekt, inxhinier, të cilët janë pjesë e koalicionit Euroatlantik, pa diskutim, që ti del me ball hapur për të prezantuar programin me njerëz të pastër dhe pa kusure korrupsioni. Si e interpretojnë demokratët? Ndjes se u zgjat. Jo, s'ka problem. Si interpretojnë demokratët në bazë, në terren, ndarjen tuaj? E Diona, që t'jemi të sinqert, tani unë shikoj një, sidomos pas daljes listës deputetëve, shikoj një apati edhe nga ata të cilët për 4 vite mbështetën grupimin e Berishës. Sepse shikoj një pakënaqësi të shprehur tashmë hapur, duke qenë një fakt i vetëm me figura të cilat kanë qenë aty prej 34 vitesh. Figura të cilat kanë qenë aty dhe premtojnë të njëjtat gjëra që premtojnë çdo zgjedhje, po në fakt ja premtojnë atyre të cilët janë në të njëjtat pozita. Këta që ua premtojnë çdo zgjedhje dhe çdo vit ngjisin shkallët e pasurimit të tyre dhe familjes së tyre. Ndërkohë që shqiptarëve që ua prezantojnë janë po aty mos më dhe më të varfër. Domethënë ka diçka që nuk shkon dhe ka një pakënaqësi dhe mes demokratëve, sepse e thash dhe në fillim, të vendosësh në listë njerëz të cilët i vendos thjesht se janë besnikët e tu, por që kanë pakënaqësi tek njerëzit për shkak të konsumimit në politik, i bën ata më të pabesueshëm. Megjithatë, kjo tashmë është bërë realitet.